Vllaznia është skuadra e parë që kualifikohet në finalen e titullit më 12 maj, pas një fitore dramatike 2-1 kundër Dinamos në arenën kombëtare në Tiranë, fal 2 golave të kapitenit Bekim Balaj. Ndeshja shtatë sezonale midis dy skuadrave nuk ishte gënjur pritshmëritë, ashtu si takimet e mbarshme, në spektakël në fushë, ku secili prej kundërshtarëve dominoi nga një pjesë loje. Vllaznia, e renditur në vendin e dytë pas 36 javëve të sezonit të rregullt, mund të kalonte edhe me barazimin, por kuqeblut vendosën të mos luanin me fatin duke u mbyllur në mbrojtje dhe synuan ta zgjidhin gjithçka përmes sulmit. Përveç një gjuajtje të Itodos në minutën 7, e gjithë pjesa e parë foli për shkodranut, që sulmuan e rrezikuan, me Gurishën në minutën 21 e sidomos me Qaton një minutë më pas, gjuajtja e cilit u gështua bukur nga Teqja. Në minutën 28, pas një goditje nga këndi, Itodo prek topin me dorë dhe gjyqtari Hamita jep penallti për Vllaznin. E merr përsipër i pagabueshmi Balaj dhe shënon pa i lënë asnjë shans porterit të Dinamos në minutën 29. 6 minuta më pas, një tjetër prekje me dorë në zonën e Dinamos dhe penalltia e dytë për kuqeblut. Sërish Balaj dhe sërish gol. 2-0 pas 36 minutash lojë dhe Vllaznia sheh finalen me Dinamon të gjunjëzuar. Por pjesa e dytë është befasuese dhe merita është e gjitha e bluve, që nuk kanë asgjë për të humbur dhe hidhen përpara. Rrezikon me njerëz Bërgja, por Juka e shpëton portën. Loja rihapet në minutën 51 kur Itodo shënon brenda zonës me të majtën. Sulmet e bluve vazhdojnë dhe Itodo shfaqet disa herë kërcënues brenda zonës, por pasaktësisht në gjuajtje. Në minutën 71 ai ka rastin ideal për të barazuar. Juka i grushton pas gjuajtjes së Zabërgjës, Itodo ndërhyn dhe gjuan disa metra mbi tra. Vllaznia, që deri atëherë vetëm u mbrojt, i afrohet golit të sigurisë me një rast gjithashtu ideal me Qaton, që gjuan shumë keq për Ballteqes. Në minutën 98, Zabërgja, ndoshta më i miri në fushë, pretendon për penallti, por pa arritur ta fitojë. Në minutën 96 vjen edhe një rast tjetër për Dodal, që hyn në zonë për në çastin e gjuajtjes ndryn mbrojtje dhe heq mundësinë e golit. Nuk ka rëndësi pasi loja mbaron dhe Vllaznia ka shans të fitojë titullin e parë pas 24 vjetëve, ndërsa Dinamo meriton gjithë përgëzimet për lojën e zhvilluar në pjesën e dytë.